Nëse ka zgjedhje, ju ta zëmë se gjykata e shkallës treti ka shumë gjasa, gjykata e lartë, e mban në burg Veliajnë dhe tani do të bënë zgjedhje për kryeqytetin ose varja pastaj, po që se është shu, s'ka pse të ketë më zgjedhje në Shqipëri. Ri aty Edi Ramat e të gjitha detyrat edhe mbyllet. Por nëse ka zgjedhje, ju si do të kandidoni? Keni hedhur idenë e një kandidatit për bashkët. Kush mund të jetë ky kandidat? Berisha ishte shumë i habitur me propozimin tuaj për kandidat jo politik. Propozimi im është shumë i thjeshtë dhe nuk ka nevojë edhe për shumë shpjegime në fakt, aq më tepër për një politikan të vjetër si Berisha. Një kandidat jo politik është dikush që nuk vjen nga radhët e një partie politike, ka patur shembuj të tjerë sa të duash në lidhje me këtë gjë me kandidat jo politik. Ideja është shumë e thjeshtë. Siç po diskutohet dhe aty, është në fakt e çuditshme se si kryetari aktual i Bashkisë Tiranës është në burg dhe ndërkohë nuk është harkuar. Ka shumë gjasa që shumë shpejt ne të kemi zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie në Tiranë dhe duke patur parasysh rezultatet e 11 majit, Edi Rama ka shumë mundësi që një shërbëtor që kishte si Erion Beliaj ta zmendësoj me një shërbëtor tjetër, cilin do që mund të përzgjedhë, që dhe ju diskutuat aty në studio. Po të shikojmë rezultatet e 11 majit është e qartë. PS-ja ka rreth 49% votave, partia e dytë më e madhe në opozitë që është Partia Demokratike është rreth 32% votave. Pastaj jemi ne pothuajse 6% dhe partitë e tjera me radhë. Tani çfarë mund të bëjmë ne që Edi Rama mos të rifitoj prapë zgjedhjet dhe mos të përzgjedhë kryetarin e Bashkisë Tiranës? Ne mund të bëjmë gjë shumë të thjeshtë. Të zgjedhim një kandidat jo partijak. Në këtë kuptim mendoj që edhe Sali Berisha e ka shumë të qartë se çfarë dua të them, ne mund të fitojmë votat jo vetëm të gjitha partive politike opozitare, por edhe ato votat atyre që mase nuk kanë votuar asnjë nga partitë opozitare. Kështu që ky është një shans dhe një mundësi që të mundim Edi Ramën, të heqim Edi Ramës Bashkinë e Tiranës, duke përzgjedhur një kandidat të papërfolur që bën një kontrast të fortë me kandidatët e Erion Beliaj e Edi Ramës dhe që o bura tani ta diskutojmë. Unë kam folur, më kam pyetur për emrat, por mendoj që ajo që është më e rëndësishme është profili, janë karakteristikat që ky kandidat duhet të ketë, por e rëndësishme është që mos jetë kandidat i një partie politike, as i partisë më të madhe politike në opozitë si Partia Demokratike, sepse e pam që nëse nuk dalim para votuesve me një kandidat që bën kontrast që tek i cili qytetarët shqiptar besojnë, rezultati s'ka për të ndryshuar. Qartë. Ndërkohë dhe unë u habita pak me këtë që ishte habitur doktori, sepse ai ka përdorur kandidat pavarur, doktori Grave. Kujtohet tele. Basha. Basha. Jo Basha, mo zotëri. Partia Demokratike, po. Po thot për zotin Alin Kosova. Alin Kosova. Basha, doktori Grave. 2011. Doktori tani Basha thot. 2015. Doktori përdorët e këta tani, se ti Basha ku ka qenë Basha? Basha kryetar. Basha ishte kryetari i partisë. Zyrtarisht ishte, dakord. Po themi jo, se Basha ka qenë shumë vite zyrtarisht i shketi. Po, formalisht, me thënë, informale aty doktori ka qenë. Preç. Po. Ka qenë doktori mu? Bashkë me kanë. Po jo, ishte deputet Alim Kosova. Doktor Alimi. Ishte deputet sepse mbas 2000 demokrat, ha? Po pra ishte ministër në 2013 ai. Dhe u fut deputet në Tiranë dhe hoq dorë muaj ministër, nëse s'ka bërë. Ishte ministër mbasi u shkëput LSI-ja. Pas tavës. O, Agron tani, LSI-ja. Tani Agron po kaloj dhe unë me doktorin se ti ai nuk mando zap të varurit, ti thua të bëj të pavarur tani, se kjo nuk ka shumë, kjo që kërkon ti tani. Nuk është se kërkoj unë tani. Ai s'mando zap të varurit. Në kushtet, themi një, me gjithë se po flasim kështu, po bëjmë diskutim hipotetik, sepse sa po thamë që nuk dihet që do ndodhi. Këtu mund të ashtë i preç kryetar bashkëse, ti je i pavarur gjithmonë o zotëri. Po, nëse dim të ndodhë, a do kjesë gjithë tani, i thënë asaj peshku ndet, t'i ganë në zjarë, po diskutojmë ne, po ideja
Nuk është bën zgjidhje tu aty. Gjën zgjidhje nga Shqipëria fare. Nuk e dim, sepse nuk është shkarkuar Evelia akoma. Ja, Ke drejt. Por ideja është e re, që është e vërtetë. Më thënë, nuk ka i qaset pak rasti doktor Kosovës, po jo plotësisht, sepse ai kishte konsumuar një angazhim politik. Qoftë si deputet, qoftë si ministër, është ide e cila është përdorur në botë, më thënë, por pra është ide për të marrë në konsiderat, ideja e shehajt. Por ka një problem madh se kriza e opozitës në Shqipëri është ka që e madhe sa është edhe përtej, domethënë, ideve të bukura në një farë mënyrë. Duhet një gjë shumë Për Ali Mehmetin për shembull, çfarë mendimi ke ti, zoti Agron për shembull? Tani, për sa i takon... Ali Mehmeti njeri i mirë. Shiko, kandidimi i një figure të rëndësishme në zgjedhje për kryetar bashkie kryesisht është përdorur në perëndim në pothuajse në gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Kështu që unë mendoj që është një ide e mirë, jo vetëm është ide e mirë se është origjinale se është bërë ndonjëherë, po sepse është vetmja mundësi që kemi për t'i hequr Ramës duart nga Bashkia e Tiranës. Edi Rama kishte një shërbëtor. Edhe një pyetje Klodi dhe ndajmë. Ka një pyetje Klodi? Zoti Shehaj, ne flasim situatë hipotetike sepse zoti Veliaj është në detyrë zyrtarisht, nuk dim çfarë do të ndodhë. Më fal, të lutem. Tani, jeni dakord me mua që kjo është anomali dhe nuk mund të shkojë, nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë? Sigurisht. Nuk ndodh në asnjë vend të botës. Ai duhet të ishte pushuar. Kaluan 3 muaj. Nuk mund të themi tani që hipotetikisht do ishte skandal pavarësisht, më fal. Atëherë, vendimi për shkarkim e Erion Veliajt është i vonuar. Në asnjë vend të botës, flasim për vende demokratike, nuk do ndodhte që ndërkohë që një kryetar bashkie është në burg, sepse është në hetim për korrupsion, do i mbajë vendi aty që s'dihet se mos del në një gjykatë se merr vendimin edhe nxjerr nga burgu. Sepse zoti Shehaj, ligji në vetvete është i paqartë në këtë pikë dhe qeveria po e shfrytëzon ose më saktë. Të lutem. Po flet në politikisht. Zoti Shehaj, po më lër pra ta shpjegoj dhe politikisht. Unë po flas politikisht. Unë po flas politikisht. Një kryetar bashkie me këtë hije është një anomali shumë e madhe, Klodita, i po flet politikisht. Po bie dakord, ka bie dakord. Jemi okay. Ti je një kryetar partie zotëri dhe ti së pari flet politikisht. Zoti Shehaj. Po ka kaluar koha thotë një njeri që është në burg dhe nuk e drejton. Se tani është me TikTok drejtohet bashkia. Është qesharake. Brenda 4 minutash, 5 minutash, 10 minutash u shkarkua. Rasti Shukri Xhelilit po ashtu e tjera me radhë. Jam i qartun për këtë gjë. Por në rastin konkret qeveria po shfrytëzon ose më saktë zoti Rama po shfrytëzon ligjin, stiqet e ligjit për të qëndruar në këtë situatë. Dhe për rastin e zotit Veliaj pra. Pra zoti Veliaj po shfrytëzon se Jo, zoti Rama në këtë rast. Zoti Rama në këtë rast, se po të doj zoti Rama e mbledh qeverinë e shkarkon për 1 minutë. Agron, unë them që këtu. Jo, po s'më la pyetjen se kalon. Po e tha pra tani po ta dhash unë në përgjigjen. Është njëri politik. Është interesante pyetja. Atëre ke përgjigje Agron për zonin Lala? Po se kam marrë pyetje. Në botë... Atëherë, zoti Shehaj, e di çfarë zoti Shehaj më bën përshtypje, ju keni artikuluar një ide për një kandidat i cili të jetë apolitik, të vi ndoshta nga shoqëria civile, nga një profesion e tjera me radhë. Nuk i trembeni fakti që zoti Rama në një farë mënyre mund t'ju kundërpërgjigjet me një kandidaturë po të ngjashme? Pra është përfolur shumë për Blendi Goxhen, që unë personalisht nuk e besoj, se besoj fort që e kanë hedhur në treg për ta djegur si figurë e tjera me radhë. Pra ky artikulimi juaj shumë përpara në kohë. Pyetjen. A nuk është që zoti Rama për shembull mund t'ju kundërpërgjigjet me të njëjtën figurë, me të njëjtin identikit të kandidatit? Po ban përgjegjësi Agroni. Jo, po nuk po them përgjegjësi. Unë po them. Atëherë e para, kjo idea në përgjithësi na akuzojnë që nuk jemi gati në kohë. Kjo ka qenë akuza. E i lëm gjërat gjithmonë për moment fundit. Po pra. Tani, unë po bëj një propozim që unë mendoj se mund të ketë, edhe uroj të ketë zgjedhje sa më shpejt për kryetar bashkie. E para, e dyta, se çfarë do bëj Edi Rama do ta bëj, mund ta bëj, edhe nëse e themi tani, edhe nëse e themi 2 javë para zgjedhjeve apo 2 javë para caktimit të kandidatit, kështu që kjo
nuk bën diferencë. Ajo që mund të them është kjo, që sido që të jetë, këdo që të zgjedhë Edi Rama, ne kemi mundësinë që të dalim përballë kandidatit të Edi Ramës me një kandidat që mbështesim të gjithë. Kështu që kjo është ajo që bën diferencën. Ne do të kemi një kandidat të gjithë votuesve opozitar nga një anë, pastaj Edi Rama të vendosi këtë dojë. Ka dy momente këtu që mund t'i interesojnë Ramës nga ky propozim. Pastaj duhet Ky propozim mund t'i interesojë Ramës. Dy momente që mund t'i interesojnë Ramës tash, nuk po paragjykoj, nuk po them që propozimi është nxjerrur nga Rama. Nuk kuptova. Dy momente që mund t'i interesojnë Ramës, po të bëjmë një analizë. E para, Rama në qoftë se opozita do të hynte në zgjedhjet e pjesme lokale, sepse besoj që kjo do bëhet në kuadrin e zgjedhjeve të pjesme, po edhe Bashkia e Tiranës s'ka rëndësi në një par zgjedhje, do interesonte shumë për të ndalur kjo kontestimi i zgjedhjeve i kësaj 11 majit që opozita e quan fars. Pra në qoftë se opozita hyn në një betejë të re, 11 maj quhet me mbyllur si diskutim. Dhe Ramës intereson kjo, që opozita të hyjë aty në ato zgjedhje. Dyta është që unë këtë... Unë nuk di, më falë, unë nuk di që jenë në diskutim vendimi për të hyrë apo në zgjedhje lokale, apo në çfarë do lloj zgjedhje. Jo, mund ta bëj opozita e Berishës që hyn në zgjedhje pjesme lokale. Kuptoj, po ne provuam një mos hyrje në zgjedhje. Atëherë opozita duhet të shpallet fasadë. Po dhe Abileka i dhe te ju çalon. Me këtë logjikë argumente e di pse çalon. Ky çalon. Sepse ja pse çalon te. Çalon, po më bëj agonçenje. Çalon shumë sepse këta shkojnë në zgjedhje, nuk pyesin fare për Sali Berishën. Dhe ajo vazhdon të zvoglohet si parti. Këta se quajnë me përmasat e atashme që ka marrë zvoglimin. Me logjikën e farsës, të zdo shkojnë zgjidhje kur? Zdo shkojnë... As njëherë, ma. Jo, me Ramën jo. Tjetër, e para ishtë farsa, e dyta... Dhe e dyta në qoftë... E dyta dhe t'i ikim nga këtu. Ka ndodhë njëherë kjo. S'ka këshu këtu... E dyta dhe t'i ikim, ju lutem. Ka ndodhë njëherë kjo. Diskutojmë pastaj po deshe. Ka ndodhë. Në qoftë se ne flasim për një betej të heshtur mes Ramës dhe Veliajt, ku Rama ka ndikuar që Veliajt futet burget e tjera, i bie që shpallja e zgjedhjeve, ose nevoja për zgjedhje, ose presioni për të bërë zgjedhjet parakoshme në Tiranë, t'i vi për mbështat Ramës për shkarkuar sa më shpejt Veliajin për shkak të presionit që bën opozita. Pra, në të dy rastet, duket sikur Ramës i intereson propozimi. Dhe mund të qej kjo ideja që... Sigur, s'ka se... Ajo është një propozim, pastaj diskutojmë. Ose jemi dakord. Ose jemi dakord dhe përdorim logjikën, ose secili nga ne mund të thuaj... Agroni ka partinë e vetore. Mund të diskutoj fare që ka një marrëdhënie se... Shiko, opozita ka një problem. Nuk po e paragjykoj. Një sekond, mund t'i përgjigjem opozita plurale... Jo, të kthej përgjigjen dhe t'i ikim. To kemi disa pika tjera të cilat mua më mbeten. Se kam njerëz të tjerë që ndojnë lidhje dhe janë në kontinent tjetër. Kontinenti tjetër tani atje është ora 2, 3 mëngjes. Është ora 3. Tani dhe ai nuk pret tjetër. Në lidhje me dy pyetje, qëndrimet apo analizën që u bë. E para, mua nuk më duket sikur Edi Rama është në vështirësi sepse i duhet një shkak dhe një arsye për të shkarkuar Erion Veliajin. Edi Rama ka treguar që i ka shkarkuar, siç tha dhe më parë, dhe në brenda ditës. Si bëri me ish kryetarin e Bashkisë Kukësit. Kështu që nuk i duhet absolutisht arsye. Përkundrazi, ai është në kushtet që duhet të justifikojë pse nuk i ka shkarkuar akoma, dhe pse nuk ka shpallur akoma zgjedhjet e parakoshme në Bashkinë e Tiranës. Për sa i takon pastaj mundësisë për mos pjesëmarrje në zgjedhje. Tani ne e shikojmë në mënyrë të rëndomë se si ka momente ku të gjithë bërtasin ose një pjesë tonë skandalizohen edhe me të drejtë, se sigurisht të zgjedhje nuk ka... Agroni jemi në limite, O Ylli, po ta mbaroj dy fjalë. Mbaroj pra. Po si? Jemi okej, po tani të gjithë ata që deri kur unë mendoj që gabimi më i madh që kemi ka patur dy gabime që ka bërë opozita dhe këte e din të gjithë dhe janë të gjithë dakord. Ka qenë ndjekja e mandateve dhe gabimi i dytë më i rëndë ka qenë mos pjesëmarrja në zgjedhje. Tani gjithë ata që kanë qenë partizan të flak të dyre qëndrimeve pastaj u zhdukën.
Dhe tani jemi një moment tjetër që kanë filluar diskutime, jo do futemi në zgjedhje. Kam dyshime të mëdhaja nëse do vendosin të futen apo mos futen në zgjedhje, po besoj se u bë njëra i gabime dhe nuk ka për të ndodhur më.